të varen nga sjellja e kryetarit dhe nga raporti i kryetarit që ndërton me anëtarët e vet. Do ishte në rezultat me vote msheft, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë e organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet e anëtarëve të LDK-s karshi i partisë, edhe zgjerimi i Këshillit të Përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po sidoqë që tjetë, ky është rezultati. E mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar siç po na shihni. Nuk e ngova shumë e vëmendje, po do detyrime, do sjellje, do e sheni, sigurisht bëhet publike. Po tash nuk e, sepse janë në statut, obligimet e anëtarëve të LDK-s janë në statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk ishte diçka ndryshe. Tash mblidhet grupi parlamentar i LDK-s dhe diskutohet, aty janë gjitha mundësitë e diskutimit edhe nuk ka asgjë të keqe në kuptimin që lajmet që ju do ta merrni se cilët do të jetë vendimi i grupit parlamentar. Unë jam vetë partia, vetë LDK-ja. A jeni unik i deputetët e Kuvendit 18 për një marrëveshje me vetë? Unë jam unik me vetveten edhe me LDK-n, tjerët flasin për vendin ose për fjalën e vet. Unë ju thash që kur diskutojmë i japim edhe qëndrimet. Sot e kishim një pikë të rendit të ditës, e cila nuk kaloi me kërkesën e 150 nënshkrimeve, votuan 152 për, 170 votuan kundër. Ky është fati politik i LDK-s. Ne kemi menduar që ndryshimi i sjell suksese, shumica ka menduar që duhet vazhdohet me zotëri Abdixhikun, edhe ky është rezultati. Më në harmoni themi, me të unifikuar pas këtij kuvendi, cilat janë? Unë besoj që po, sepse kur pranohet në mënyrë demokratike, nuk ka asgjë të keqe. Tash krejt varen nga sjellja e kryetarit dhe nga raporti i kryetarit që ndërton me anëtarët e vet, domethënë me shtëpinë e vet politike. A rrezikon të ndahet në dysh grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës? Nuk besoj që duhet as të mendohet në e formë, nëse ka mendime tash rreth krijimit të institucioneve, mendime të ndryshme, prap ato debatohen brenda grupit tonë parlamentar.